Hazreti Omeri del një ditë prej ditëve dhe në rrugës sipër e takon një bari delesh. Dhe e pyet bariun, i thot: "A ma qep një dele mu?" Bariu i thot: "Delet janë të zotriut tim. Unë jam vetëm bari dhe kujdesem për to, dhe nuk kam veç ashtë si një dele." Omeri mundohet ta provon bariun dhe përmes tij ta njeh edhe situatën e popullit të tij, ummetit të tij. Dhe bariu i thot: "Delet nuk janë të mia, nuk mund ta shesën, nuk kam kompetenca." Omeri insiston edhe pak më shumë, thot: "Po unë të mësoj diçka. Të ti ma shef delen mua, i merr parat e zotriu tonë di thosë delen e ka ngronë ujku." Bariu i mençur dhe besimtar në Allahun dhe gjithë duke pas parasysh emrin e Allahut Er-Raqib, se Zoti na mbikëqyr dhe na përcjell kudo që jemi, i tha këtë fjalë: "Ta nëse unë zotriu tim i tham se delen e ka ngronë ujku, dhe ai do të më besoj, çfarë të i them Allahut që nuk mund të shem prej tij asgjë." Bariu i tha këtë fjalë. Omeri u largu prej tij, duke çajtur me lot gëzimi dhe duke marrë një rezultat të ummetit e tij, të popullit të tij dhe prej shtesës ndoshta më të ulët të popullit të tij, një bariu në gjendje me kontrollu veten dhe në pas parasysh mbikëqyrjen e Allahut dhe Zotërisë. Shembull tjetër në vazhdim na tregon vëllezër të nderuar se kjo fe e pastër islame ka dhënë rezultate pozitive kur njerëzit kanë ecë sipas diagnozës së kësaj feje. Nëse neve sot punojmë sipas diagnozave të fesë islame, edhe neve do të kemi rezultate pozitive në jetën tonë. Ndëgjoni, Omeri si kryetari i shtetit, si udhëheqësi i shtetit, khalifi i dytë pas pejgamberit al-Islam, udhëheqësi i dytë i shtetit islam, del një natë prej natëve me shqitu gjendjen e popullit të tij, sepse ai i cili i prin popullit është përgjegjës për ta. Nuk është zotëri i tyre, është shërbëtor i tyre me një aspekt. Del Omeri dhe gjatë rrugës duke ecur e ndëgjon një grinjë në një shtëpi. Një zhurmë në një shtëpi. Çfarë zhurmë ndëgjoi Omeri? E ndëgjon një zhurmë e cili një nam i thot vajzës së vet: "Nesër, kur dash me shif çumsh, atëherë përgatiti ta çumshin dhe shishet mos i mbush plot, lej pak kap dhe vendosja pas uja të mbi." Vajza i thot nanës së vet: "Ojnë, gjumon e kaluar një gjë të tillë na ndalon Omeri, se kjo është mashtrim. Ata që mashtrojnë, pejgamberi të thonë, ata që mashtrojnë nuk janë për ne, prej neve. Ata që mashtrojnë njerëzit nuk janë për neve, nuk janë për muslimanëve." Vajza i thot: "Omeri na ndaloi në gjumon e kaluar." Omeri po i ndëgjon të dera. Nëna po i thot dhe i përtiti se unë po të urdhëroj, vendoj hudhi çumsit ujë pak dhe mbylli dhe dërgoi një treg. Ajo thot: "Jo se Omeri na ndaloi në gjumon." Nëna i thot: "Po Omeri tash nuk na ndëgjon." Vajza i tha: "Nëse nuk na ndëgjon Omeri, na ndëgjon dhe na sheh Zoti." Omeri po i ndëgjoi këtë fjalë, u çudit dhe ja propozoi djalit të vet një martesë me këtë vajzë. Dhe thon historiane se prej kësaj vajzës, e cila u martu me djalin e Omerit, lindi një djalë prej barkut të saj, që historia islame shënoi vetëm fjalë të mira dhe drejtësie së udhëheqësit të shtetit ai. Prej barkut të kësaj vajzës së sinqert, e cila nuk pranonte mashtrim, lindi një djalë që kur u rrit u bë udhëheqës i popullit. E ajo është Omer ibn Abdul Azizi, që një besi udhëheqësi i pesë i drejtë dhe më i drejtë për këtyre katërve pas Ebu Bekrit, Omerit, Osmanit dhe Aliut në udhëheqësin e shtetit. Gjatë udhëheqjes së shtetit të këtij njeriu, mbretëronte një drejtësi maksimale, një bereqet i madh, saqë punonjësit e zakatit, kur e merrin zakatin dhe sadakan në afër njerëzve të varfër, një ditë për ditë aty çfarë ndodhi, u kthyn që të gjithë në pasurinë që e kishin marrë prej artës së shtetit, e kur u kthyn te Omeri dhe i tha: "Se nuk e keni shpërndar pasurinë?" Tha: "Nuk gjetëm njerëz që e pranonin pasurinë." Jo të që ishin e shumë pasër,
mirë po, nuk e pranonin nga dërgjegja pasë, sepse udhëheci i tyre ishte i drejtë. Nga si shembull çka kuptojnë, përveç asaj mbikëqyrje që ajo vajza dhe besimit të madh që kishte në Allah, se nëse Omeri nuk na sheh Zoti, ajo ka një fjalë interesante tha, në xhuman e kaluar na e ndaloi Omeri. Vëllezër të nderuar, nëse neve i sjellim në xhuma vëllezërit tanë, punëtorët tanë, fëmijët tanë, edhe motrat tona, ato do të mësojnë nga ajetet kuranore, nga hadithet e Muhamedit alayhis salam, nga shembujt e shmuarshëm dhe të byshëm dhe në sigurisht do të reflektojnë me jetën e tyre. Ama, kur njeri nuk ndëgjon kur për fe, ai ka mundësi edhe me vjedh, ka mundësi edhe zotrin e vetë atje në dyqan, si vjen zotria në xhumo, ai atje me zbari diçka, se besimi nuk është nivel. Për këtë arsye neve gjithë mundohemi që lidhemi për xhami. Sepse në xhami ka bereqet, ndëgjohet një këshill e Allahut. Ani se shumë kur të pohoj, unë të mirë në të keqen dime e dalu, ti e dallon me menën tënde. Ama Zoti ka thënë në Kur'anin se ka ditë se kjo mendje nganjëherë nuk mundet gjithherë me aqillu. Dhe kjo mendje e ka shejtanin mbrapa, dhe kjo mendje e ka lakmin mbrapa. E Kur'ani është ai që i filtron dhe e pastron njeriu dhe edukon. Mbikëqyrjen e Allahut, se Allah na shef kudo që jemi e kuptojmë edhe nga ndodhia e Nuhit alayhis salam. Jemi ka fundi i temës. Yunusi alayhis salam i kujtohet rasti jo shumë larg, shumë xhuma, para 2-3 xhumave më duket se kemi shpjeguar. Në barkun e peshkut, në errësirën e natës, në errësirën e detit, Yunusi alayhis salam i vetëdijshëm dhe thellë i bindur në Allahun po thret: La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Yunusi alayhis salam thellë në barkun e peshkut, thellë në errësirën e natës, thellë në errësirën e detit, po është i bindur se Zoti është ka e sheh, dhe Zoti është ka e dëgjon, dhe po e thret Zoti xhaleshanu. Një segment shumë të interesant, mana e menë sonë, vëllezër të nderuar. Mbikëqyrja e Zotit dhe kjo pjesë se Zoti na sheh kudo që jemi, nuk ka të bëjë vetëm me anën negative nëse neve bëjmë një mëkat apo një gabim. Kjo ka të bëjë se neve na intereson më shumë me anën pozitive. Zoti na sheh se neve jemi në xhami. Zoti na sheh se neve kemi marrë abdest dhe jemi me fal xhuman. Zoti na sheh se na i numëron hapat për xhami. Zoti na sheh që neve mbyllim dyqanin dhe erdhëm në xhami. Zoti na sheh dhe na dëgjon kur neve ja themi nënës dhe babës një fjalë mirë. Zoti na sheh kur neve japim një sens të rrugën e Allahut dhe besonu. Zoti na sheh kur neve jemi duke punuar për familjen tonë në halal. Ma shumë neve na intereson nga ky aspekti i mirë i një gjanat dhe nga aspekti pozitiv. Megjithatë Zoti na sheh edhe nëse jemi në një vend keq, edhe në një pozitë lig, edhe këtë nuk do ta mohojmë. Dhe përmbyllim hutben me një tregim që gjithashtu jep vlerën edhe më të madhe emrit të Allahu xhaleshanu er-Raqib, që do të thotë Allahu është mbikëqyrësi jon dhe na sheh neve dhe na dëgjon neve kudo që jemi. Një njeri që marr një punëtor, një shërbëtor me jaruj dhe me kujdes për vreshjen e tij, për rrushin e tij. Dhe pas një 2 muaj pune që i të banë në vresh, ai njeriu i Zoti i arës të tij, i vreshës, vjen dhe i thot punëtorit, shërbëtorit, na sjell pak rrosh, ta shijojmë se është pjekur dhe si shëndron puna. Punëtori i sjell rrosh mirë, por rrushi ishte i thartë, i papjekur. Pastaj e përsërit për të dytën herë dhe për të tretën herë, dhe ai punëtori i sjell përsëri rrosh të thartë. Zotriu i vreshës i thot: a nuk din me dalluti se ëmblen nga e tharta? Punëtori thot: jo, unë e di. Për çfarë e ke fjalën? Të dina solle rrosh të thartë. Punëtori thot: unë që 2 muaj jam këtu. Duke ujtë dhe duke kujdes për vreshën. Mirë po që 2 muaj ende nuk e kam shiu asnjë kokë rrushi. Kur e pyet zotriu pse, thotë: ti më ke marrë tu me punu dhe më kujdes për vreshën, e jo me shiu rrushin e vreshës.